60 minutat e para të mëngjesit që ndërtojnë pasuri, sekretet e lashta për sukses dhe bollë. Mirë se vini të dashur miq, në këtë video do të zbulojmë një nga sekretet më të fuqishme të lashtësisë për krijimin e pasurisë, suksesit dhe bollëkut të qëndrueshëm. Diferenca midis njerëzve që ndërtojnë pasuri të madhe dhe atyre që mbeten të bllokuar në ciklin e dështimit dhe mungesës nuk qëndron në punën e rëndë, në fat ose në lidhje të fuqishme. Diferenca qëndron në 60 minutat e para të mëngjesit. Kjo periudhë delikate njihet në traditën e Kabala si porta e formimit, dera përmes së cilës energjia krijuese, qëllimet dhe dridhja shpirtërore e njerëzit hyjnë në botën materiale dhe përcaktojnë rrjedhën e tërë ditës. Çfarë mbjellim në këto 60 minuta, atë korrin gjatë gjithë ditës? Nëse porta hapet me shpërndarje, ankth dhe negativitet, atëherë asgjë e pastër dhe e bollshme nuk mund të rrjedhë në jetën tonë. Por nëse e hapim me vetdije, heshtje dhe besim aktiv, atëherë aktivizojmë ligje universale që tërheqin mundësi, njerëz dhe bekime financiare. Sot do të flasim për 3 gabimet kryesore që shumica e njerëzve i bëjnë çdo mëngjes pa e kuptuar fare, dhe si mund t'i shmangim ato për të transformuar plotësisht jetën tonë financiare dhe shpirtërore. Këto nuk janë thjesht këshilla motivuese, këto janë ligje universale të krijimit. 1. Gabimi i parë, kontrolli i telefonit menjëherë pas zgjimit. Le të fillojmë me gabimin më të përhapur dhe më destruktiv të kohës sonë moderne, marrja e telefonit në dorë sapo hapim sytë. Kur zgjoheni dhe brenda 10 sekondave të parave hapni telefonin, ju në fakt ja dorëzoni energjinë tuaj më të pastër dhe më të fuqishme agjendave të tjerëve. Ju futeni menjëherë në botën e lajmeve negative, të krahasimeve sociale, të reklamave që krijojnë ndjenjën e mungesës, të mesazheve që kërkojnë vëmendjen tuaj. Në Kabala, kjo quhet krijimi i një gjurmë shpirtërore të shpërndarjes. Energjia juaj, që në ato momente është si një fletë e pastër letre, fillon të mbushet me shkronja të huaja, me histori të huaja, me shqetësime të huaja. Ju bëheni reaktiv në vend që të jeni krijues. Ju filloni ditën si një sklav i botës së jashtme, në vend që të jeni zot i botës suaj të brendshme. Mendoni për një moment, energjia e mëngjesit është si uji i pastër i një burimi malor. Nëse e derdhni menjëherë në një lumë të ndotur plot mbeturina, ai ujë humbet pastërtinë e tij. Po kështu, energjia juaj shpirtërore humbet fuqinë krijuese kur e ekspozoni menjëherë ndaj zhurmës së botës. Rabini na kujton se në traditën e lashtë njerëzit e urtë nuk e fillonin ditën me botën e jashtme, por me botën e brendshme. Ata e dinin se kush kontrollon 60 minutat e para, ai kontrollon energjinë e tërë ditës. Zgjidhja e fuqishme, qëndroni në heshtje për të paktën 2-3 minuta të plota sapo zgjoheni. Mos hapni sytë plotësisht, mos lëvizni menjëherë. Qëndroni i shtrirë ose ulur në shtrat dhe merrni frym thellë, ngadalë, me vetdije. Kjo heshtje e shkurtër është si një ritual i shenjtë, ju po i thoni universit, unë jam këtu. Unë jam i pranishëm. Unë po marr kontrollin e energjisë sime. Pas këtyre 2-3 minutave, deklaroni me zë të ulët por të vendosur një qëllim specifik për ditën. Për shembull, sot synoj të gjej një mundësi të re fitimi që më sjell bollë. Sot energjia ime tërheq klient të rinj ose ide të shkëlqyera biznesi. Sot unë jam i hapur ndaj bekimeve financiare që vijnë tek unë me lehtësi. Ky deklarim nuk është thjesht një dëshirë, është një urdhër shpirtëror që vendos drejtimin e portës së formimit. Nëse e bëni këtë çdo ditë për 30 ditë rresht, do të filloni të vini re sinkronizime të jashtëzakonshme. Sepse keni ndryshuar mënyrën se si e hapni portën e formimit. 2. Gabimi i dytë, përdorimi i fjalëve të mungesës para mesditës. Tani kalojmë te gabimi i dytë, që ka të bëjë me fuqinë krijuese të fjalës, një nga parimet më të rëndësishme në Talmud dhe Kabala. Sipas Talmudit, jeta dhe vdekja janë në fuqinë e gjuhës. Fjalët nuk janë thjesht tinguj. Ato janë fara. Çdo fjalë që thoni është si një farë që mbillet në tokën pjellore të realitetit tuaj. Dhe toka e mëngjesit deri në orën 12 është veçanërisht pjellore, sepse energjia krijuese është ende e pastër. Kur thoni fjalë si jam shumë i lodhur, nuk kam para, nuk kam kohë,
Nuk e përballoj dot. Gjithmonë më ndodh kështu. Është shumë e vështirë. Ju po mbyllni fara të mungesës, të kufizimit dhe të dështimit. Këto fjalë krijojnë një realitet vibracional që largon bollokun. Universi i përgjigjet jo asaj që dëshironi, por asaj që deklaroni me fuqi dhe përsëritje. Rabini na paralajmëron, para mesditës, gjua juaj duhet të jetë si një kopshtar i kujdesshëm që mbjell vetëm fara të mira. Çdo ankesë financiare para orës 12 është si të derdhni helmin në pusin tuaj të ujit. Zgjidhja e transformuese, deri në orën 12 të drekës, angazhohuni solemnisht të mos thoni asnjë fjalë negative për financat, për shëndetin ose për të ardhmen tuaj. Shembull praktik, në vend të nuk e përballoj dot këtë, thoni, nuk është prioriteti im për momentin. Në vend të nuk kam para, thoni, po punoj për të rritur rrjedhën e parave në jetën time. Në vend të jam i lodhur, thoni, trupi im po rikthehet në energji të plotë. Trajtojini fjalët tuaja si fara të shenjta. Çdo fjalë pozitive që thoni para mesditës është si të mbyllni një pemë frutore në kopshtin tuaj shpirtëror. Kjo nuk është magji. Është ligj universal i krijimit. Gjua formon mendimin, mendimi formon ndjenjen, ndjenja formon veprimin dhe veprimi formon realitetin. 3. Gabimi i tretë, fillimi i ditës me shqetësim për të ardhmen. Gabimi i tretë është ndoshta më i rrezikshëm, sepse duket normal, shumë njerëz zgjohen dhe menjëherë fillojnë të shqetësohen. Si do ta paguaj qiran, çfarë do të ndodhë në punë, po nëse dështon biznesi, po nëse nuk ja dal. Sipas mësimeve të rabinit, shqetësimi është besim negativ. Ju po investoni energjinë tuaj më të çmuar shpirtërore në një version të realitetit që nuk e dëshironi fare. Është si të paguani me para të vërteta për një produkt që urrejt. Kur shqetësoheni, ju po i thoni universit, unë besoj fort se gjërat e këqija mund të ndodhin. Dhe universi, si një pasqyrë besnike, ju kthen atë që besoni. Zgjidhja e fuqishme, besimi aktiv çdo mëngjes, pas heshtjes dhe deklarimit të qëllimit, kaloni të paktën 15 minuta duke praktikuar besimin aktiv. Si ta bëni këtë praktikisht, uluni rehat, mbyllni sytë dhe imagjinoni me detaje se si duket dita juaj e suksesshme. Shihni veten duke marrë telefonata pozitive, duke nënshkruar kontrata, duke parë bilancin bankar në rritje, duke ndier mirënjohje të thellë për bollkun që po vjen. Mos e bëni këtë si një fantazi të largët, bëjeni si një realitet që tashmë po ndodh. Besimi aktiv do të thotë të besoni sinqerisht se zgjidhjet, mundësitë dhe njerëzit e duhur janë tashmë në rrugë për tek ju. Ju nuk po luftoni për t'i krijuar ato, ju po hapni derën për t'i pritur ato. Rabini thekson se kjo praktik nuk është vetëm për njerëzit shpirtëror. Është një ligj universal që funksionon për çdo që e zbaton me konsistencë. Konkluzioni i fuqishëm, dashur miq, këto 3 parime nuk janë supersticione ose rituale të vjetruara. Ato janë ligje universale të krijimit që kanë funksionuar për mijëra vjet për njerëzit që i kanë kuptuar dhe zbatuar. Pasuria e vërtetë nuk vjen vetëm nga puna e rëndë. Ajo vjen nga bekimi që vendoset mbi punën tuaj. Nëse vazha, rrjedha juaj e përditshme është ndotur me ankth, shpërndarje dhe fjalë mungese, atëherë asgjë e pastër dhe e bollshme nuk mund të rrjedhë nëpër të. Çelësi i madh është konsistenca. Nuk mjafton ta bëni një herë. Duhet ta bëni çdo ditë derisa të bëhet pjesë natyrale e mëngjesit tuaj. Pas 21-30 ditësh do të filloni të shihni ndryshime të dukshme. Pas 90 ditësh, jeta juaj financiare dhe energjetike do të jetë krejtësisht e transformuar, filloni nga sot. Mos e shtyni. 60 minutat e para të mëngjesit janë dera juaj drejt bollokut. Mbajeni të pastër. Mbajeni të shenjtë. Mbajeni të fuqishme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të lini një like, të abonoheni dhe të ndani me dikë që ka nevojë për këtë transformim. Në videon tjetër do të flasim për teknika më të avancuara nga Kabala për tërheqjen e mundësive financiare. Faleminderit që ishit këtu. Qofshi të bekuar me bollëk, sukses dhe paqe të brendshme.